Vai. Grazie al tuo bel faccino. Catherine mi ha convinto a provare quella teoria. Il nostro insegnante Corto. di fisica Corto. di essere È bene? e ho vissuto. Ho aperto l'acqua della doccia per far vedere a tutti che è calma. E poi mi sono intrufolata nella stanza di Chiara alla ricerca di qualche libro. Per fortuna questa volta la polizia aveva Arlene. Hello, mommy. Hi guys! Përshëndetje! Mirë se erdhët në kanalin tim. Jam të Marlusi. Edhe si që shikoni, më në fund, jemi pothuajse afër përfundimit. Arlene, no, është gabim. A do lësh mamin të bëjë punë? Se rëzdoj telefoni dhe thyen telefonin. Përshëndetje! Mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Unë jam Alketa dhe jam më në fund nga këndi i Studio Darmarli. Mirë mbrëma goca, themi mbrëma sepse është ora diku tek 10 pa ca dhe para se të flegjum mendova që të bëj pak skincare-in tim me linjën Amarli. Sot është dita që unë do të bëj një scrub, pasi kam qenë edhe në kurs edhe kemi prekur fytyrat e njëra tjetrës, trupin e njëra tjetrës dhe pse kemi bërë dush, por që thashë t'i bëja një scrub fytyrës edhe më kanë dalë 2-3 puçra, këto për arsye të menstruacioneve, plus edhe kur prekje shumë persona fytyrën tënde nuk është mirë, edhe me këtë rast tash nuk e t'i bëj një pastrim total. Do përdor produktet e Amarlit, scrubin, kremin dhe eliksirin. Vazhdojmë. Si fillim do marrim scrubin, që është këtu. Ka një ngjyrë, marrim një kuantitet të tillë, mjafton. Kaq, në këtë mënyrë. Edhe do shkojmë ta masazhojmë. Pasi kemi masazhuar për disa minuta, tani shkojmë dhe shplajmë. Juve qysh ju ze gjumi fëmijët e juaj të shtëpia juaj, sepse Amarilin e ka thënë gjumi kështu. Shikoni? Amarili si fle gjumë kështu. Ka vesh xhipin Amarilës, është mbështjell aty dhe fle gjumë.
goca, sa po kam mbyll dy porosi, këtu kemi vajin e flokëve për rritje, ndalimin e rënjes, zboktin, yndyrën. Edhe këtu kemi një provë skrabi që doja çojmë klientes. Gjithashtu këtu kemi provë skrabi edhe kremin të specifikuar për lëkurën. Mungojnë vetëm logot sepse nuk i kam për momentin, do shkojmë t'i marrim. Janë edhe këtu dy porosit të tjera për dy kliente të ndryshme. Ky është vaj hidratues pas dielli. Mbasi dalim nga një ditë me diell në plazh, të vendosim kremrin edhe mund ta vendosni edhe në fytyrë, edhe në trup, vetë se hidratim të mas, lë edhe një lloj shintili xizash të himta. Edhe kështu. Kemi 1, 2, 3, 4 porosi, plus një tjetër që është këtu, që e kam mbaruar. Është këtu, ja t'ja tregoj. Edhe po, jemi në punë e sipër, nuk kam mbaruar akoma ordinimin e këtyre dyjave. Këtu mungojnë akoma, por akoma klientja nuk më ka shkruar tamam se çfarë do, po presim mesazhin e tyre. Faleminderit, thot Amarli, për besimin që keni në ne. Amarli punon me shumë dashuri dhe shumë cilësi për ju. Hey guys, jemi diku nga mazdittja vonë, do t'jetë diku tek 5:30, mos të them 6. Jam veshur, jam bërë gati, kam është një palgjingse, tani po visha këpucët, më falni për ndryqimi, po jam tek dhoma dhe sa i kam dhënë Arlit për të ngrënë, se ishte në gjumë, edhe do dalë se, si që kam thënë, kam për të shkuar për të stampuar logot e mia. Edhe tani po vjen Amaril do nga puna, edhe do dalon. Gjithsesi, i ka t'ju marrë qik me vete nëse do mundem, nëse jo, ma bën halal. Hey guys, si që thash, dola, edhe jam duke ikur tek të paguaj stampat e logove të punës time, edhe kam për të bërë një gjiro tek herboristeria, që fëse shafur, dhe shkojnë pastaj, nuk e di se çfarë më duhet tjetër, do kujtojmë edhe do t'ju them gjithçka se çfarë do bëj. Flok njërë më arritur jashtë masë shumë fare dhe i kam dhe të rëndë. Edhe më pëlqen shumë make-upi që kam bërë sot, scrubi, pastrimi total që bërëm së bashku, kur fytyra pastrohet totalisht edhe hidratohet, edhe make-upi rri një dashuri. Do kërkoj një maskara për qërpikët e herboristeria, se këto tjerët më djegin syrin, nuk e di pse, nga që kam dhe shumë kohë që nuk lyem. Nuk lyem rëndun, o lyej buzët, o lyej syt, varet. Edhe po, outfiti më shkyt, se që ja u tregova, edhe shkojmë se nuk do të mbas kohë. Se çfarë do marrë do t'ja u tregoj. Okej guys, le të themi që mbarova punë. Mora zhyrat që kisha për të marrë dhe tani do ikim në shtëpi. Ale. Hildi, merja të rikon qunit, se është shumë fëtot. Po çaj bën çunit me kohë. O Hildi. A kishe të tjere?
ka puna. Shikon baba Marildo ka marrë punën e vet, ka bërë dhe makinën e vjerrit, si është bërë pis, siç e shikoni. Do vinë këtu dhe do ndihmojnë gruan. Çfarë po bën ti Jeta? A Jeta? Sa i përqendruar që është. Për të gjithë ata njerëzit që më thonë si a del vetëm, nuk jam vetëm njerëz. Pak të personin këtu nuk do isha as gjikundi. Ai është që ka më shumë vlera se sa unë që dal në kamer. Pra pas kenat kam vlerë. Prandaj fal ti, gjithçka bëhet. Do të bëjmë çik qefin dhe burrë tani. Po jetë. Jo njerëz, për te shakave, ka punuar tër ditën, ka bërë dhe 1-2 punime, se kemi dhe çikërmuj se sa hëngrën bukë, domethënë. Dhe po punojmë për biznesin ton të vockël, familjar, Amarli. Ai është më preciz. I kemi ndarë punët që duan më shumë precizion dhe kështu i bën ai, kurse unë jam më shumë e dedikuar tek produktet, studimet e tëra. Faleminderit Zot për këtë burrë që kam. Nëse. Qelopata fortelsore la testa. Këtë doja, që të ngrin ndaj kokën. Gjithsesi. Ikëm tani të punojmë se kemi çik punë për bërë, na kanë ardhur logot e reja dhe që mos paguajmë shumë atje që t'ja kërkojmë të na i presin ai, presin vetë shpiqet kur themi çik lek. Do ikim të shtëpia. Do lozim me top 2-2. Okej, e bërëm xhiron për sot në mëngjes. Po vetë ora diku tek 12. Dhe ne bërëm një xhiro, ikëm deri te nëna Buqa dhe tani do ikim të shtëpia se do vim baba me dadën dhe duan bukë. E goca, përshëndetje, jemi nga dita e mërkur dhe jam këtu, jam përgati për punën se sapo na erdhi një super ordinim tjetër i gjithë seti i Amarlile Studio edhe po jam shumë e lumtur, Zot faleminderit për këtë biznes, për ecurin, vetë se Zot faleminderit i mirë, jam shumë e lumtur, shumë e kënaqur, nuk e di. Gjithsesi, aty e kemi plot me porosi, janë gati për të nisur. Gjithashtu kemi edhe një porosi me buzdylyk me kristale. Edhe do i bëjmë të gjitha dhe nesër do shkojmë me SESBën të dërgojmë porosit. Sot mendova t'ju marr pak me vete në për live, mendoj të bëj çik live në Instagram, pak në TikTok, edhe të jem sa më afër jush që të më bëni pyetje dhe unë t'ju përgjigjem. Edhe kështu. Thash të xhiroj pak dhe një video për YouTube që mos t'i harroj edhe këto të YouTube-it, sepse jeni shumë të mira, kemi arritur dhe 2K, kam harruar të them. Kemi arritur 2000 subscribe, faleminderit shumë. Unë akoma nuk kam bërë 2 vite në TikTok, edhe jam shumë e lumtur që kam arritur 2000 subscribe, faleminderit, fal jush kjo gjë. Normalisht edhe fal meje që punoj, nuk ndaloj, por ju jeni të parët. Okej. Po filloj punës edhe mbase ju marr me vete ndonjë fragment edhe i ka se kemi shumë punë. Hey guys, ne kemi dalë një shëtitje me birat e mi. Amarili si tani sa ka ardhur. Ishte tek shoqja vet, kalova mbas ditën me shoqen e vet. Amarili se ne kemi para, e kemi këte. Dhe tani po ikim tek nëna Buqja, me gjyshën e kiun. Se do vinë dhe baba Marildo të rregullojnë makinën e babit tim. Edhe pastaj do rrim pak aty dhe pastaj do vim në shtëpi, po sot ma merr mendja se do hajm pica sot. Se s'kam një ndjesi. Vero Arli që do hajm pica sot? Ha? Do pica ti? Do. S'ka sushi për këtë muaj. Muajin tjetër kismet. Aspetta la data, Arli. Aspetta la data che ci sono le macchine. Shikoj, ja kalov jamit që sikën. Arli! O zot se që bukur që të bërim. Arli, aspetta la mamma nella strada, Bravo, mami. Ikni me datën 2-2. Sa park i bukur dhe i pastër është këtu? Shumë i bukur. Ore, kush është ky bossi këtu? Ku do ikësh?
Dorzohesh ti. Hajde këte. Avash, hai visto? Piano. Kemi ardhur tek gjyshi, te gjysh në Ki Tabaku, tek shtëpia në Itali. Se do e thosh atë shtëpia fëmirisë, po shtëpia fëmirisë është në Shqipëri. Tani, kam një pyetje unë për ju ndjeksat. Me kë keni raport më të mirë? Se unë për veten time, raportin që kam me baban tim, se kam me asnjë. Babai është shpirti im, mburoja. Babai është gjithçka. Pastaj vin mami. Po babi është babi. Po juve me kë keni raportin më të mirë? Bëjmë babate të ngjaj. O burr, përshëndetje për kanalin e YouTube-it. Sa gishtat pastra. Arli, hajde këtu se do ndezin gjyshi makinën. E një rëz jam akoma dhe shtëpia mamit, këtu është dhe burri dhe çuni dhe goca, jemi gjithë këtu. Por faktikisht duhet isha në shtëpi tani se po më vin aq shumë kërkesa për setin e Omarlit, saqë jam shumë e lumtur, por njëkohësisht kam shumë punë. Dhe duhet kisha filluar se 2 sete i kam bërë gati, por që duhet bëj edhe 4 të tjera sot që mi mora vetëm për sot porosi. I'm happy, jam shumë e lumtur, por duhet punoj se ndarket nuk mundem, pastaj se s'më lë Arli, po të vija tani me që Arli është këtu, do bëja shumë punë. Se ditë, shohim çfarë do thot burri. Dai, smetti. Dai, smettila! Smettila! Jura, dopo quando vai a guardarle dici ah ma quando qua me lo giri, me lo dai. Tani, një challenge për ju, që të atrata ku më qonë tek puna, që të... Nuk e di se vaj men, për që qesha unë. Po do lëmbash, kush do pimi kafe, për o pagoni ju. Jo, do ju ofroj një kafe, për do pagoni ju një gjë tillë. Nese. Arli, rrugullove dhe gjyshje. Qa po, Arli, qa po bën ti? Pse ka prishur gjyshje? Po e thoj qik shu, o porka mizerja. Bravo. Thoj gjyshi dua lekun, thoj. O zio. Kështu daj, kështu, shiko daj. Zbrite poshtë që të kërcejnë. Bëj kështu me kra. Mos e bëj si daja ti. Ej. Tu si shima ha ha ha! Mos kërcej si daja, e? No. Daj. Tu si shi! Tu si shima ha ha ha! Arli, mos kërcej. Hajde këtu me daj, bëj kështu. Hajde këtu, hajde këtu. Kështu. Shiko U daj. së rëzohet. 1, 2, vai. Kush e ka zion, e? Po sirë. Do e fus mu të kartoni Arli. Jo, jo. Tu brenda do e fuq. Hey guys, si jeni? Është ora 10 e darkës dhe unë jam akoma këtu që duhet mbyll 3 porosi, 3-4 porosi siç u pata thënë. Edhe por që bëra për të ngrënë darkën, edhe Amari do bëri një dush, Amarilis në gjumë, Arli no, se po nuk jeta unë, po së shtriva unë për gjumë, Arli nuk shtret. Tu do bëjmë gati porosinë e radhës, ndërkohë 2 porosi kam gati. 2, në të vërtet kam 4 gati, jam për të bërë dhe 4 të tjera, që duhet të ndaj me ju, njëra është këtu, kjo është gati, kjo do niset
të hënën, sepse klientja nuk është në shtëpi për momentin, edhe do nisim të hënën. Se është hequr kështu kjo? O burri! Ok, të lojmë kështu. Një nga klientet ka marrë për lëkurë seka të thatë, kremin, ka marrë elisir, ka marrë edhe vajnë e flokëve 3 në 1, që është këtu, ja ku keni, opla. Kemi elisirin, kremin edhe vajnë, gjithashtu klientës i kemi vënë si dhuratë një bushdylyk me kristale, sepse na ka bërë një ordinim goxha të madh si hera parë, se zakonisht herën e parë gocat më marrin vetëm një gjë sa për ta provuar. Por që falenderoj për besimin edhe shpresoj mos ta zhgënjejmë dhe që kremrat të jenë që të bëjnë efektin që ajo po kërkon. Dhe po, njëra nga prosit është gati. Jam çike lodhur, nuk e di a kuptohet tek fytyra ime. Gjithashtu, këtu kemi një porosi tjetër që është për një nga familjarët e mia, është halla ime. Dhe i kam bërë një krem për anti-age super hidratus. Dhe po, paketimi është po i njëjti me biletën e falenderimit, paletën edhe një kupull. Sonja me fiksuar me këto detajet. O burri! Burr! Vjeni! Quello. Do fillojmë tani me porosit e tjera goca. Dhe do t'i marrim me vete. I futem në punë se kam vërtet 1, 2, 4 porosi për të bërë. I ka. Do t'ja u dërgoj në fund kur kem marruar paketimet gjitha. Okay guys, bëjmë gati paketimin e parë. Ok guys, këtu kemi Arlin, në çdo cep ku jam unë është Arlusi. Është Arlusi, mamite. Ok. Desha të specifikoja pak edhe faktin që pse unë nuk ndryshoj kutijat. Domethënë do shikoni gjithmonë të njëjtat kutije. Ka një motiv, një të vetëm, por shumë i fortë. Motivi është se vajrat esencial duhet të rrinë në qelq të punuar të lindur i zi, jo i veshur, por qelq i testuar, kualifikuar, qelq i zi, sepse vajrat esencial nuk duhet të marrin rreze dielli. Është një rregull dhe kulminant që duhet respektuar. Që kështu mirë që i keni në kutijat e zeza dhe do t'i merrni gjithmonë te kutijat e zeza dhe mos shikoni ambalazhin. Ambalazhin fundites hudhet. Shikoni produktin që është brenda. Dhe unë punoj për produktin që është brenda dhe e marr kutinë e zezë dhe kështu keni për t'i pasur të gjitha produktet e mia te kutijat e zezë, përveç se provzat që janë në një afat shumë të shkurtër, mbarojnë shpejt se janë thjesht provza, kot se kanë emrin, edhe nuk dua të shkoj të investoj tek një diçka sa për provë. Më kupton? Askush nuk e bënte dhe pse ta bëj unë. Prandaj amballazhet e mia nuk kanë për të ndryshuar dhe unë nuk tendoj të bëj amballazh të bukur. Okej, estetikën e vet, më aq sa duhet. Unë synimi im është bëj produktin që është brenda. Wow. Kutia në fundites përfundon kushplerave. Që kështu se mos thoni Alketa janë gjitha njësoj, po janë gjitha njësoj, por që produktet tashmë e dini, bëhen të specifikuara sipas lëkurës tuaj, dhe produktin që kam shtuar është SPF 50 për fytyrën, për fytyrë të thatë, për fytyrë mikse dhe për fytyrë që tendon të bëjnë njolla. Okej, këto 3 specifikime kam. Tjetër kemi vajnë mbas diellit, që është dhe me ca xixa. Kemi eliksirin, që është fantastik për sidomos ato gocat që janë plus 30 vjeçe. Dhe kemi gjithashtu vajnë e flokëve që më pyesni Alketa çfarë ke bërë flokëve. Alketa përdor vajnë e Amarli. Vaj me 3 produkte /4 super të kombinueshme me njëri tjetrin që bën një
fantastik, një efekt fantastik në lëkurë, jo vetëm se i rrit, por largon zboksin, largon yndyrën, ndalon rënjen dhe mbi të gjitha, kur ndalon gjitha këto, flokun e keni të shëndetshëm dhe vetëm se të rritet. Okej? Për të më besuar, provojni të paktën një herë. Aman më thoni kush është ai që s'ka bler një diçka dhe nuk i ka shkuar ashtu siç i kishte menduar. Prandaj që vërtet të besoni, duhet të provoni jo vetëm tek mua, por kudo që të shkoni nëpër botë. Dhe normal që dikujt mund t'i shkojnë shumë mirë, dikujt jo, por mos harroni që ndryshimi i kremrave të tjerë nga imi është sepse unë e bëj të personalizuar për këtë periudhë kohe që ti po e kërkon. Nuk është i bërë aty, i lën pas dore dhe vin një thot e dua për këtë dhe unë them po urdhro. Jo, flasim së bashku, ti më flet për lëkurën tënde në këtë moment, problematikat që ke dhe unë ta bëj të posaçëm për këtë periudhë. Mbase pas një muaji rikthehesh edhe më thua Alketa nuk kam me akne, dua vetëm që ta mbaj të hidratuar. Ose Alketa më ikën njollat, dua thjesht t'i parandaloj dhe ta mbaj të hidratuar. Mami dua pici. Dhe bukra punës time pa filtra është kjo, që vjen Ali dhe do pici. Atë do ta vë këtu. Edhe ju thash që nuk jam vetëm, babo fati vedere. Kam babon. Pa Marildon, e dini ju më, mos bëjmë përsëritër. O zoti më. Okej burre, shiko çfarë do bësh tani për favore. Merr atë. Merr këtë. Merr edhe këto dyja. Atëherë klientja ka marrë SPF 50 për fytyrën, një fytyrë mikse, ja kemi bërë për fytyrë mikse, edhe scrubin për të gjithë tipologjitë e fytyrës, sepse është i bërë me bazë koko biologjiko, që kështu është i mirë për të gjitha lëkurat. Dhe kokosi, se thash koko në italisht. Dhe ka marrë krem fytyre për akne. Goca më kontaktovi dhe më tha, kam këtë problematikë, kërkova një foto, ma dërgovi dhe goca ka një fytyrë shumë të thatë dhe tendencialmente akneika. Tani, do shkojmë ta superhidratojmë dhe të heqim aknet. Dhe i sugjerova që të marrin me patjetër scrubin, sepse ne duhet shkojmë të hidratojmë në një fytyrë të pastër dhe gjë e parë që ajo do bëjnë një scrub që largon të gjitha qelizat e vdekura në lëkura pa pastërtit dhe mbas scrubit menjëherë do vendosin kremin që është hidratues dhe puna që duhet bëjmë është të largojmë infeksionin në fytyrë që janë aknet. Dhe do vër këtë kremin ditë dhe natë dhe ditën pasi të vër kremin, pasi unë kam thënë dhe strathën, produktet të bëra me vajra esencial 100% natural duan një super mbrojtje. Në qoftë se vajza ka dëshirë ta përdorin edhe ditën kremin tim, duhet përdori me ses bën SPF 50 për lëkurë mikse. Okej, me ses bën kush përdor dhe kush ordinon kremrat e mi, kush vendos krem dite me vajrat esencial e bërë nga mua, rregulli strikt është duhet vendosin SPF 50 me ses bën dhe pastaj mund të lyhet ose mundet mos të lyhet, bëjnë çfarë të dojnë. Mbas SPF 50 jeni të lira të bëni çfarë të doni. Pas SPF 50 produktet e mia më mirë mos t'i merrni. Pse? Sepse kur shkojmë edhe punojmë, përgatisim një produkt natyral me vajra esencial do të thotë që është esenca e atij produkti. Që kështu esenca e thith lëkura dhe është më e thjesht të prishet një fytyrë shumë e hidratuar, e pastër, se sa një fytyrë e pa hidratuar dhe e pa pastër. Pse? Sepse ka atë pa pastërtin si izolament, si mbrojtje, edhe nuk merr as makje as një gjë, thjesht mund të jetë i pa pastër, duken që hapen poret, mund të jetë e thatë, edhe nuk tendon që të prishet. Prishet një diçka që është super e pastër. Në momentin që lëkura jonë është super e pastër, super hidratuar dhe vëmë vajra esencial në fytyrë, po aq të mira janë, por duhet të kenë kujdes. Prandaj unë kam qenë shumë e qartë edhe me gocat kur ja u them. Amarildo vjeni la? Ndërkohë që Amarildo bën të amballazhin ose bëja unë, t'ja u tregonin pak disa hapa. Unë jam çike lodhur, kemi bërë vetëm një set, po ta mendoni. Kemi për të bërë edhe 2 të tjerë. Gati. Amarildo merret me këtë pjesën, pavarësisht se është çike lodhur sot, po Amarildo merret me pjesën e gjithave, gjërave që duhen bën te vërdall.
Edhe vendi është ky që është për momentin, se pastaj do organizohemi më ndryshe. Okej, vazhdojmë me paketimin, okej? Si fillim do marrim nga këto që më kanë mbaruar ato të bardhat, se faktikisht duhen të bardha, por këto gjeta kësaj radhe, këto mora. Bëjmë aq sa kemi mundësi. Okej. Ta bëj kështu që të më shikoni. Hapi parë është ky. Okej? Dhe hapi tjetër është kjo. E vëmë këtu. Falenderimi. Dhe goca ka marrë, si që thash, kremin për lëkur me akne. Ka marrë SPF 50. Edhe scrubin për gjitha tipologjitë e lëkurës. Është një emballazh shumë i bukur, shumë i thjeshtë, shumë këndshëm. Dhe gjëja që mua më pëlqen që të bëj kur duket kështu, por s'ka mbaruar sepse unë në fund fare i bëj një pupull. Ej mami. I bëj një pupull me parfumin tim. Ej dritë. Arrivo subito. Ok? Jedhim pak parfum kështu. Edhe kur të hapin klientja pakun, ta edhe që për vete? Po kjo është për goca me mami ti jetë shumë. Ok, shiko? Kështu duket pako jam. Edhe mbyllim. Ok? Edhe detaj tjetër është ky fjoku këtu, që tregon elegancë, bukur, cute. Ok, iku dhe një porosi tjetër. Dërsa një kemi bërë 3. O burri! Burri! Do bëj edhe një porosi me sezbën. Edhe pastaj por më duhet telefoni që ta shikoj. Ja njerëz, mbarova 1, 2, 3, 4 porosi vetëm për sot dhe disa tjera si kam bërë akoma, punojmë nesër. I ka të flegjum tani natën. Baloj. Kush mbaroj shiu? Hey guys, ikim për tek posta. Hey guys, përshëndetje. Jemi diku tek nga e premtja vonë në ora 7. Jemi për gati si të shikoni sepse sot Amarili si ka një nga koncertet, jo kurset i kam unë. Në koncertet që do këndojnë. Edhe po, shikojmë nëse do fitojnë apo jo sepse është me premi kjo. Me premi. Është me nuk e di si thuhet në shqip. O burr, si thuhet me premi në shqip, me fitu, me çmime. Bravo, me çmime është fjala e dur, me çmime. Vendi parë, vendi dytë, vendi tetë dhe Ali jo shumë mama. Edhe Me kupë. jo mama, me kështu. Fitojnë një weekend në një hotel ose shpenzime në sa kemi ndaluar, kemi ardhur në Ravena, por nuk e po gjejmë vendin se ku është. Po flet burrin telefon me këtë tipin që organizo, por që se di. Ma Amarilis.
Aspetta. Quindi sono lontano da qua. Do pizza? C'è da filmare. Messo l'occhio sul bianco, ci fai ascoltare questa sera Di Adele. di Adele, cioè tu vuoi fare Adele, che microfono gli diamo? Gli diamo questo qua. Un bel microfono arancione, sa, fai un sa, ok, signori e signori, Amy! Aspetta che mi spiace. Intanto ti devo dire una cosa, che sei bravissima. Ti volevo fare una domanda se andavi a scuola di canto. Sì, va. Ok, continua ad andare. Tu sai, però te lo diciamo noi, io e Roberto, che da questo palco, da una corrida, non so se tu la conosci, è nata Anna Sole Dal Monte, che ha vinto lo Zecchino d'Oro quest'anno. Wow! Quindi portiamo bene, però tu devi continuare a studiare. Da un Perché- anno, solo un anno che lo allora frequenta. bisogna che continuiamo. Assolutamente. E ti premiamo questa sera subito per essere non solo la più piccola, ma la nostra futura Stella. Amy. Grazie! Grazie! Allora, siccome partirà un talent che è abbastanza importante, da dove è partita anche Anna Sole, che si chiama appunto Alle Stelle, che ci sono le audizioni, la prima è al 31 maggio al St. James Station, Sì, è 31 non lo maggio. faccio, in tutte stesse, romagnola, faccio un po' fatica, di Cesenatico. Non so se la tua mamma è d'accordo, però io mi iscriverei nella categoria baby, Tutto quello che lei rende felice noi siamo d'accordo. perché uno è una bellissima manifestazione, è riuscito anche Nicolò Filippucci che era ad Sì. Amici, quindi voglio dire che noi abbiamo dei talent che Grazie mille. portano bene, giusto Valentina, vero? Ok. Comunque ci sentiamo. Comunque, Grazie esatto, mille. l'importante è che tu continui a studiare, poi i palchi servono. Comunque se volete un'altra Servono. canzone noi siamo qua. Ok, va Grazie bene, mille. proseguiamo con la corrida e ancora un applauso a Amy. Grazie. Bravissima. La modestia è la mia. I tha... Mirë. Shëndet, mami. Bravissima, se fosse la scuderia di Giulio Scotti mi ero arruolato. No, mio che... Bravissimo. Allora, andiamo avanti con Carmen Salena. Njerëz, po ikim, u kënaqëm shumë, ja ku është babi, mami, është Amarili si këngëtarja jon, Stella jon. U kënaqëm shumë, aty ishte restoranti. Këtu jemi në Milano Maritima, la? Këtu është ky motoristi. Piano. U kënaqëm vërtet shumë. O burri, qa ishte restorante? Sapore? Il Sapore, ristorant Il Sapore, Milano Maritima. Edhe do t'i flas akoma më shumë në një moment të dytë,
por që e kanë marrë këngëtar të tjerë, domethënë mësues të tjerë, ku bëhet akoma një garë më lartë se kjo. Babu, u kënaqem sot? Sì, è vero. Shif, u kënaqem sot? Po kënaqem. Ami që shkëndovi? Bellissimo, mirë. Shumë emocione të bukura apo ja? Kaluam mirë. Kaluam mirë, hëngrëm një darkë këtu. Edhe premio që fitov Ami, me që Ami ishte shtuar, nuk është se ishte pjesë e kësaj garës, po nga që kishte dëgjuar ky personi që organizonte, ky maestro, dhe Ami fitovi një picë dhe një Coca-Cola. Si fillime shumë mirë për ta motivuar pak. Edhe kështu njerëz, por që u kënaqem shumë. Tani kemi një tjetër që do të organizohet në Cesenati kohë e para, më duket, dhe pastaj vazhdojmë në qytetet e tjera. Kur e kemi tjetrën, Ola? La? 20. Kur e kemi tjetrën? Të dielën? Të dielën? Po çu dalin këtu e mëra. Del, hajde. Të dielën e kemi një tjetër, që ajo është me shkollën tonë, dhe është diku në Savignano aty. Ajo në Savignano do mbase vjen më trallë, mëse të ka ardhur njëra, ajo vim prap. Do thënë. Okej, nisemi. Ikim për shtëpi se kemi çik rrugë. Dhe këtu është zonja YouTube-it. Shkojmë në shtëpi një herë, natën e mirë.